Unë bi nga një vend që për dekada të tëra njihej si Koreja e Veriut e Europës, një vend izoluar nga jeta e këtij planeti, që pretendonte se s'kishte lindje e perëndim, por vetëm Shqipëria kundër botës, një vend ku shteti bëri të pamundurën për të izoluar jo vetëm kufijt, por edhe mendjet. Nuk kishim fronte të tjera përveç njërit, Kinën e Maos dhe urrëtitjen e revolucionit kulturor. Fryma e errët e revolucionit kaloi kontinentin dhe gjeti stre në tokën tonë. Intelektualët u shndruan në objektiva. Mendimi i lirë u shndrua në herezi dhe e shkuara u bë diçka për t'u azgjësuar, ndërkohë që ardhmja u shndrua në një burg i maskuar si një strep. Në fakt, është historia që ndodh kur zëvendësohet arsyeja dhe kur izolimi zëvendëson bashkëpunimin. Ja pse kur komunizmi ra, shqiptarët bën një zgjedhje që nuk ishte vetëm politike, ishte ekzistenciale. Zgjodhëm demokracinë, hapjen, lidhjen transatlantike që është Europa. Për ne, integrimi europian nuk ka qenë kurrë një proces burokratik a negociat teknike, e as ka qenë aksesi në një bankomat. Është një aspirat kombëtare, një zgjedhje qytetërimi, një angazhim për t'i përkitur plotësisht një familjeje kombesh demokratike që jetojnë në paqe, liri, që besojnë në paqe, në liri, demokraci dhe sundimin e së drejtës. Shqipëria sot është më afër se kurrë me Bashkimin Evropian.